Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari këtë të mërkur zhvilloi një takim me 12 prefektët e qarqeve. Gjatë mbledhjes u diskutuan prioritetet e punës për periudhën e vijim, me fokus forcimin e koordinimit ndërinstitucional dhe rritjen e pranisë së institucioneve në terren. Gjatë takimit, ministri theksoi se prioritetet kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme janë garantimi i sigurisë së qytetarëve, mbarvajtja e sezonit turistik, parandalimi dhe përballimi i emergjencave civile, veçanërisht zjarreve, si dhe funksionimi efektiv i mekanizmave të bashkëpunimit ndërinstitucional. Gjithashtu në fokus ishte edhe funksionimi i këshillave vendor të sigurisë publike, për të cilët ministri kërkoi angazhim më të madh nga të gjitha institucionet përgjegjëse, duke theksuar se duhet koordinimi vazhdueshëm, reagim i shpejtë dhe rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve. Ministri Lamallari nënvizoi se qytetarët i vlerësojnë institucionet përmes sigurisë që ndjejnë në jetën e përditshme dhe cilësisë së shërbimeve që marrin, ndaj çdo strukturë duhet të jetë në ertësinë e përgjegjësive të saj. Në përfundim të takimit, ministri vlerësoi rolin e prefektit si hallk kyçe në koordinimin e institucioneve me qëllim garantimin e zbatimit të politikave publike dhe arritjen e rezultateve konkrete në interes të qytetarëve.